Tani kemi të ftuar në studio një arbresh. Është Santino De Bartolo. Santino, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë ditë të gjithëve. Mirë se vjeta. Faleminderit që na ke ardhur këtu tek programi mes ditës kushtuar Festivalit të Këngës në RTK edicioni 3 që jeni pjesë edhe ti. Po. Jam nderuar të jem këtu këtë festivali. Qeva edhe këtë edicione e ditë, vjetë. Po, në edicione e dytë pas ke qenë. Po, ok. Si ishte, si shkoj, si e ndjeve vetën skenë vitën e kaluar në edicionin e dytë? E ditë që shumë e bukur, qeva shumë emocionuar. Tisha vjetë këtu e dopo, nga herë që vjen Prishtinë, është për mua është... Po vjen shpesh, a nuk ishe prej festivalit? Jo, vjen shpesh, kam shumë miqër këtu Prishtinë. Sa mirë, më vjen mirë. Por që dush me u mundu edhe pak gjuhën shqipe si e flasim ne me mësu. Është më rëndësi që na kuptoni kur flasim shqipe. Problemi është se kur fitni ju, na nuk kuptome shumë. Ma nësë flasmi na ju na kuptone. Po. Është ashtu. Është ashtu, po. Pesa aty këtu na i fjalë arbreshve. Okej. Mirë, ne do të flasim pak për pjesëmarrjen tënde si vjet në edicionin e 3 në Festivalin e Këngës. Me cilën këngë do të marrësh pjesë? Do simbjet sola një këngë që shkruajta bashkë me mjeshtrin tim që vdiq, ish poeti i madh Borea Ujko. Teksti është shumë, si thoket, very simple. E thjeshtë, e lehtë. Është fin probleme që mund të kenë di dashuruar. Duken mirë zëkëshin, duken mirë. Nuk dheki që dojnë. E ata jeton gjithmonë jetin e tire ashtu. Zëkëshin e dukëshin mirë. Naze është titulli. Titulli i këngës është Naze. Naze shqipa i bjen hera shtuar kështu aqysh. A naze liqe i bjen. Ashtu disi. Shkum horë bënëm. Po. Samir. Jo, shetoja se teksti është very simple, jo, shumë melodia shumë i fortë. Mendojnë se qindron edhe kur funon këtë festivali qindron melodia këtë gjindjet të këndojnë. Të këndojnë. Po melodin kush e ka bërë? Ti ke bërë mori. Tekstin? Tekstin e bëri Borea Ujko. Poeti arbresh shumë i madh. Kënga gjithçka është realizuar atje në Itali, apo këtu në studio dikon? Jo, dopo e punova bashkë me orkestrime, bashkë me Barau, bashkë me Shpitim Saraçi në Tiranë. Sa mirë. E bëm bashkë. Si e ndjen vetën? Përse dalim edhe njërë tek festivali, unë Santino ne kam përcjell edhe në bashkëpunime të shumta me këngëtar, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe unë kujtoj që ke një mik shumë të mirë, Ilir Shaqirin, dhe ke kënduar bashkë me ta. Me atë bëm në duet shumë i bukur, me një këngë shumë i bukur. Rënjat e listit tim. Rënjat e listit tim, po. Po ky interesimi për të bashkëpunuar me këngëtarët, ti e ke ngjak këto këngën, melodin, muzikën përgjithësi? Na fol pak për biografinë tënde, për karrierën tënde, por ne që nuk e dim fort. Vajta në Gjermani, jetoj në Gjermani, e pata shumë eksperiencë me legende, rock legende, këtë gjithë botë. Jo? Punova me Jethro Tull, punova me Donovan, me Ralph McTell, me Chris Christopherson, me Richie Evans. Shumë këndoja shumë italian, iltish në Gjermani. E kur bëjnë koncertet këndonja edhe Albresh. E rëfinj pse fjas Albresh, pse këndonja Albresh. E gjindjet ata tedeskët hapin vesht si elefantën, jo. Jo, është shumë interesant atë shërfinj. Sa mirë që të e mbanë edhe këtë interpretimin në gjuhën arbreshe. Arbresh në përgjithësi sa jeni të lidhur me vetet i kur shkon në Itali, sa takoheni, sa qëndroni njëri me tjetrin. Kur jam katund, u vete 3-4 herë vit. Katundin time, jo firma, në fila. Kur takoj, na fjas me Arbresh. Nuk fjas me gjuhën. Nuk flisni italisht, jo? Jo, fitet edhe italisht. Po juve, ti me ata të katundit tonë flet Arbresh. Flas me Arbresh. Ju thom një të shurbes, kur ka shumë mod, thojë fita shumë herë. Kur
jo gjithë kishin televizion në shtëpi, jo. E djalët kur vejnë të parë ditë në skollë, nuk fishin italisht. Vetë Albrecht. Po, sa mirë. E ndos vije ti als profesorin që ngishe Albrecht, thoi ku jam këtu. Thash jam italian, ku jam këtu. Isha ashtu, anë nga më ashtu. Janë shumë fanatik, jeni fanatik për gjuhën tuaj, për gjuhën arbreshe, a? Jo, fanatik jo, jemi... Kuptimin që me... E du me merë. Ishe që kjash për fanatik, jeni kështu... Po, jo në kuptimin e plot fjallës, ashtë. Po, ma e kuptove. E keni rujt me fanatizëm, prapë që të usilme. Ja, ngësht, si tuket, tani nga ti si tuket, kampanelismo, është... E kemi në zëmër, e kemi në zëmër, po. Jo vetëm gjuhën, po dhe valët dhe traditët gjithka të kulturës arbreshe. Juve i kultivon e to. Kërcimin, valët. Po, janë tradicionale. Janë shumë tradicionale, valët janë tradicionale. Po. Dhe bëkën dirë motet e pashqvet. Ato të pareve. Valët. Po këtë këngën Moje Mira More e keni në zemër të gjithë ju arbreshtet e këndoni kështu pa? Është himni jone. Himni juaj. Në ngësht lule mace. Ngësht ajo. Kjo është himni arbresht. A këndojmë pak? Tani? Okej. Mirë me që... Volentieri. Back vokalit po i mbajon. Oje bukura more, si të ljeu më në ngëpe, si të ljeu më në ngëpe. Bravo, faleminderit shumë. Grazie, faleminderit ju. E pas kemi në listë këtë këngën Rënjet e listit tim. E 2023-s që ka kënga. Bashkë me Ilir Shaqirin, bashkëpunimin. Bashkë me Ilir. A e dëgjojmë veç pak? E dëgjojmë? Po. Që ta kthejmë në kujtesë edhe për dëgjuesit. E dëgjojmë, po. Che bella melodia. Mora o deti në si, këndova me ljoti në buz, si të lje më në ngët pe, o e bukura more. Sa mirë interpretimi. Santino, si po e ndjen vetën si arbresht që do të marrësh pjesë në festivalin e këngës? Për në arbresht jemi marrë me pjesë këtë festivalin e këngës, jemi lideruar, se edhe është importante për kontaktet kemi, se mbetin shumë vitra vetë d'Itali, shkur në 600 vjetë, ja? E në nësë kur kemi kontakte shumë importante për ne. E këto kontakte vitin e kaluar në edicionin e dytë kur more pjesë, sa ndihmon takove njerëz të ri, takove këngëtar këto, vitin e kaluar kur ishe? Ndova, këtu takova shumë, janë shumë të mire, ka me thamë. Kjo është i bukur, se ke kontakte të ri, një gjinget, një kolegin, pata shumë hare. Juve në Itali, italianët në përgjithësi e kanë festivalin Sanremo, një festival shumë i njohur i muzikës së lehtë, ndër më të mirët në botë. Tashti neve si vjetë kemi edicionin e 3 të festivalit të këngës. Hajde të bëjmë një krahasim me Sanremo. Që ke vështirë, u tham se festivali është më i mirë. Më i mirë? Më i mirë. Ajo ne kemi pak qefin, se është angora shumë i re, është gjithmonë shumë i re jo festivali. Tje Sanremo është një numër. Ata që vjen e këndojnë vetë numër, vetë biznes. E kanë bërë si biznes. Nuk kanë më zëmër, Sanremo nuk kanë më zëmër. Nuk e kanë si dikur ato. Zemrën këtu e gjen kur vjen tash edhe në edicionin e 3 do ta gjesh. Tu gjen miq, zëmre, femra të bukura. Frejrë kështu. Mund të thonë pak si italianët, kështu si Michele Placido Junior. Ti, është ashtu, vërtet. Jo, sërzisht më thonë kështu, po. 79 vjetë. Ju kujtohet Oktapodi, La Piovra? Filmi? Po, ishtë një film, serie. I arbreshve, po mëndoj, Michele Placido është arbresh nga Italia.
Që ka luetur po. Ka Puglia, però nuk e di nëse është Albrecht, nuk e di. Nuk e di. Është një aktor i mirë. Është një aktor i mirë. Një aktor shumë i mirë. Santino, ato në katundin tënd që ti e përmende në Itali, a ka hiç emra shqiptar? Se ti je Santino, tamam italian emrin. Të tjerët, a i kanë rujt emrat shqip? Jo, janë italiano, e thamë. Gjuan. Që të gjitha, emra italian? Shumë italiane. Pse shkove në Gjermani me jetu? Shkova pse kisha imbulla. Imbulla ish në Gjermani. Vllajt. Ma nga vajta se doj të rria në Gjermani, u vajta vetë të rria një javë. E në ne janë shumë vite që janë shtijen. Dopo zura karrierin me muzikë e qindrava. Ke mbet, shkove për pak edhe mbeta në Gjermani. Mbet në Gjermani. Po. Në këtë pjesën ku jeni ju arbreshët, a këndon edhe në gjuhën arbreshe, atakoni hici që tham pak ma herët, po me event e kështu, me muzik live? Do s'këndoket këtë katundi? Katund, po. Jo, këndoket shumë. Këndohet, a? Shumë. Na bëmi edhe këtë katundi serenatet, natnet, për katundi, për rodhat, me kitarën këndomi Arbrecht. Edhe lëvizin në për rrugë të katumit, këndomi vjersh, këndomi këngë Arbrecht, këndomi. Çka këndohet një tjetër se këtë më e bukura more e kuptum, çka këndohet diçka tjetër, ndonjë këngë tonën. Ma u shumë këngë tradicionale dhe thua. Po, tonat shqip, çka po të kujtohet diçka tjetër që e këndoni? Shqipja po Arbrecht. Arbrecht, këndomi një tjetër këngë është ajo Vajta këtë minutili. Vajta këtë minutili me di panaret hola, e facet shkëllqenj si mola, di fitë mi hëngreti. Sa mirë. Ta që ju drejtove Norës, a? Duke kënduar këngën, ju drejtove Norës, a? Facet të shkëllqenj si mola, tha. Ishe për Norën, po. Si për Norë, jo. Mos e ngacmo Santino. Lejti atë. Tingit shkëllqenj. Santino, sa mirë që u ktheve edhe në edicionin e tretë, që edhe një vit tjetër me marrë pjesën në festival. Kogja emocion do t'jetë në skenë, orkestra shumë e madhe. Prova ti ke bërë, apo? Jo. A, jo? Jo, avë kaluar, që kur erdhe ti? U erdha të del. Të dielën. Të dielën dje ka ardhë, në fakt edhe provat të dielën ka ardhë, po provat do t'i kenë sot pas orës 12. Okej. Po, 12. Po, do t'i ketë Santino provat e para se në këto provat prakisht nuk ka mundur të vije. Na pat premtu që do të vi për provat generale dhe do të jemi mysafir këtu tek emisioni i mesditës, emisioni në përbashkët këtu në RTK Radio dhe në RTK. Sa mirë, tash do ta shohësh edhe këngën se si do të tingëllon edhe me orkestrën. Sigur shumë e bukur. Sigur shumë e bukur. Me orkestrë shumë. Skena shumë e madhe, është pak më ndryshe më e madhe sa viteve të kaluara, shumë e ngratë, është shumë bukur, shumë glamur. Skena shumë e madhe për një Arbrecht shumë i vekër. Një Arbrecht shumë i vogël, thotë. I vogël e shumë i vogël, po. Santino, faleminderit. La se po dëgjohet edhe Laura tu që është jashtë, nuk e di pse çka ka për me qesh. Nejse, Santino, faleminderit shumë për kohën që gjetëm. Sa mirë që erdhe këtu. Shumë suksese në skenë. Mendo, në fund bile e rëndësishme pjesëmarrja. Faleminderit juve.